4 janar, i kënaqur në Krishtin. Sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Unë di edhe të jemi për ullur dhe di edhe të jetoj në bëllëk. Filipianëve 4, 11 deri në 12. Ne jetojmë në një shoqëri të mbushur me pakënaqësi. Reklamat na programojnë që të jemi lakmues. Megjithatë, çështja reale nuk është aq shumë shoqëria në të cilën jetojmë, sesa gjendja e zemrës dhe e mendjes sonë. Ka shumë gjëra që na tërheqin edhe më larg nga të qenë të kënaqur. Gjëra që kërkojnë vëmendjen tonë. Titujt, zotërimet, ndikimi ose fama. Megjithatë, të gjitha këto dhe shumë të tjera përpiqen të na e heqin çdo ndjesi gëzimi në atë që na ka dhënë Perëndia, duke na bindur se ajo nuk do të jetë kurrë e mjaftueshme. Ky kërkim nuk merr fund kurrë. Megjithatë, Pali mundej të thoshte jo vetëm që ishte i kënaqur, por që mundej të ishte i kënaqur në gjendjen që ishte. Këtë po kërkojnë të gjithë. Atëherë, cili ishte sekreti? Sekreti ishte që identitetin e tij dhe këndvështrimin e tij për jetën ta mbështeste në mjaftueshmërinë e Zotit Jezu Krisht. Pali nuk u kërkoi njerëzve që të tregoheshin të pandjeshëm përballë vështirësive, apo të ofronte atyre një ungjill të rrem të vetë mjaftueshmërisë. Jo, kënaqësia e tij ishte rezultati i faktit që ai ja nënshtroi mendjen dhe zemrën e tij vullnetit të Perëndisë, pavarësisht nga rrethanat me të cilat përballej. Jo të gjithë njerëzit kanë jetuar edhe në skamje, edhe në pasuri. Jo të gjithë e dinë se si jeton gjysma tjetër e njerëzve. Mirë po Pali jetoi në të dyja gjendjet. Ai e dinte se çdo të thoshte të ishte ngrohtë dhe ta kishte barkun plot, dhe e dinte gjithashtu se çdo të thoshte të kishte ftohtë dhe të ishte i zhveshur. Nëse ai do të kishte gjetur kënaqësi në rrethanat e tij, jeta e tij do të kishte qenë vazhdimisht e paqëndrueshme, duke lënë të dehur nga luksi i mrekullueshëm në një çast dhe krejt të zhgënjur nga mungesa e tij në çastin tjetër. Një frymë e tillë e brisht do ta kishte neutralizuar Palin dhe kështu ai nuk do të kishte qenë në gjendje për t'i shërbyer Krishtit. Pali ishte njeri normal, me nevoja normale. Në një letër drejtuar Timoteut nga një qeli në Rom, Pali shkroi: "Nxito të vish tek unë shpejt, sill gunën, librat, veçanërisht pergamenat." 2 Timoteut 4, 9 dhe 13. Miqt e kishin braktisur dhe atij mungonin sendet personale. Po, Pali dëshironte të kishte gjëra si veshjet, librat dhe shoqëria. Megjithatë, ai e dinte se mund të bënte edhe pa to, sepse paqja e tij mbështetej në diçka më të madhe. Ashtu si kënaqësia e Palit, edhe juaja mundet dhe duhet të bazohet përfundimisht në bashkimin tuaj me Jezusin. Hiqni dorë nga çdo ambicie tjetër, përveç se që t'i përkisni atij dhe të qëndroni plotësisht në dispozicionin e tij. Kur e njihni Krishtin dhe e dini se sa i mrekullueshëm që është ai, sa ai është gjithçka në të gjitha për ju, më i çmuar se argjendi, më i kushtueshëm se ari, më i bukur se diamantet, dhe se asgjë nga gjërat që keni nuk krahasohet me të, mënyra se si i shihni rrethanat dhe masa e kënaqësisë suaj do të transformohen tërësisht.